në një kompanie që kryen të shërbime publike ilegalisht dhe kishte selin në Sërbi. Për këtë lidhemi me kolegën tonë, Shliresa Hasani. Shliresa, mirë mëngjes, më të na i thuash të rejat e fundit se çfarë ka ndodhur gjatë ditës së djeshme në Shtërpc. Mirë mëngjesi Gonxhe për juve në studio dhe mirë mëngjesi për gjithë shikuesit e Klan Kosovës. Po, policia dje ka pasur një aksion të gjerë dhe të gjatë në komunën e Shtërpcës, ku në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Linjes, pra me që ka planuar ftesën fillimisht prej tyre, ka asistuar dhe ka inspektuar një lokal, një ndërmarrje më konkretisht dhe gjitha pjesë tjera të cilat kanë qenë bashkëpunuese me këtë ndërmarrje, e cila dyshohet se kishte kryer funksionin e pranin kompanie për mbledhjen e mbeturinave, gjithashtu edhe për ujësjellsin, e cila pra gjithë veprimtarinë e saj e ka zhvilluar ilegalisht pasi selin e kishte në Serbi, ndërka veprimtarinë e ka zhvilluar në komunën e Shtërpcës, pra në Ferizaj, që bie ndesh me ligjet që janë në fuqi të Republikës Kosovës, po gjithashtu në kundërshtim edhe me kompaninë e cila është përgjegjëse në komunën e Ferizaj për mbledhjen e mbeturinave. Policia ka bërë të ditur se edhe më tutje do të vazhdoj pra në inspektimin e krejt kësaj kompanie ndërmarrje, pra për të kuptuar gjithë veprimtarinë që nga kur e ka nisur së zhvilluarin në vendin tonë, po edhe deri në ditën e djeshme kur edhe është. Mirë, Shliresa, a ka pasur ndonjë reagim edhe të autoriteteve serbe për këtë çështje? Me atë informacione sa kam, nuk kam kuptuar që ka ndonjë reagim deri më tani, ani pse dje ka ndodhur ky aksion, po megjithatë hetimet janë duke vazhduar sepse edhe policia ka bërë të ditur që prej dje tashmë hetimet do të zhvillohen më tutje dhe do të... Mirë, po si kanë reaguar qytetarët serbë që jetojnë në atë pjesë? Ka pasur ndonjë reagim të qytetarëve? Gonxhe, kërkoj ndjesë, po nuk kam parë ndonjë reagim të qytetarëve, sepse nuk kam pas mundësi me shku në vendin e ngjarjes dhe me i pa se si është reagimi i tyre atje. E qartë, sido që të jetë, pra gjithçka është në fazën e hetimeve dhe besoj për detajet të tjera për reagime edhe të qytetarëve njëkohësisht edhe të autoriteteve të Serbisë.